Medon Berisha u kthye në lojtarin më në formë të Lecces gjatë pjesës së parë të sezonit, pas një periudhe shumë të mirë. Dëmtimi ndaj Pizës më 12 dhjetor ka bërë që të humbas plot 7 ndeshje të kampionatit. Berisha mund të kthehet në fushë në sfidën e radhës të Serie A, takim që do të vendosë përballë Torinos më një shkurt. Në 7 ndeshjet ku Berisha ka munguar, Lecce numëron 5 humbje dhe 2 barazime. Nga vendi 14 në Serie A tashmë e sheh veten vetëm 1 pikë larg zonës së ftohtë. Ylber Ramadani është një tjetër titular i padiskutueshëm te Lecce. Ky i fundit bie në sy për kilometrat e përshkruara si askush tjetër. Medon Berisha është njohur sot me vlerën e tij të re në tregun e Transfermarkt. Mesfushori kombëtares vlerësohet tashmë në 6 milionë euro nga 1.5 milionë euro që ishte më parë. Rritja e jashtëzakonshme për 22 vjeçarin, i cili ka spikatur në pjesën e parë të sezonit, te Lecce bëhet lojtari i tretë më i vlerësuar. Vlera e tij nga lojtarët që përfaqësojnë Shqipërinë është e parapartë me Ardiani Ismailin, që mban vendin e 6. Berisha po kalon një dëmtim i cili pritet ta mbajë dhe për rreth 3 javë jashtë fushave të blerta. Sa i përket vlerës së tij, mund të thuhet se nga fundi i vitit 2024, ku vlente 1 milion euro, rritja është e dukshme. Berisha numëron paraqitje me kombëtare në 2 miqësore, një ndeshje të Ligës së Kombeve dhe një tjetër në Europianin e Gjermanisë. Për kualifikueset e fundit të botrorit nuk mori asnjë minutë nga Silvinho. Kombëtarja shqiptare po ndërron kualifikimin e kampionatin botror 2026, ndërsa ka kualitetin për ta bërë realitet këtë ëndër të shqiptarëve. Kështu deklaroi në një intervistë për Telegrafin ylli i Lecces Medon Berisha. Mesfushori nga Kaçaniku po kalon një edicion fantastik të Lecce, sidomos muajin e kaluar, ku ka fituar disa herë çmimin lojtari i ndeshjes, si dhe me gola dhe asist e ka ndihmuar klubin italian edhe të fitojë pikë, siç ishte ndeshja me Fiorentinën, ku supergoli i këtij të fundit e bëri ndryshimin. Në një intervistë gjatë për Telegrafin, Berisha ka komentuar synimet me kombëtaren shqiptare, ku janë afër të sigurojnë një vend në play-offin e Kupës së Botës. Ai thotë se ka realizuar një ëndër kur përfaqësoi fanellën kuqezi në kampionatin evropian 2024, por krejt fokusi tani është kthyer te botrori. Ëndër e kam pasur të luaja në kampionatin evropian, gjë që mu bë realitet dhe tani po ndërroj që të shkojmë në botror për herë të parë, ka thënë fillimisht Berisha. Shqipëria muajin e kaluar gëzoi të gjithë shqiptarët anë mban globit me një fitore të madhe në Leskovec ndaj Serbisë. Berisha e ka vlerësuar këtë triumf si historik. Ndaj Serbisë ka qenë fitore historike, jemi të kënaqur që më shumë punë kemi arritur ta bëjmë realitet ëndrrën e të gjithë shqiptarëve. Tani duhet të fokusohemi vetëm te Andorra dhe të marrim pikët e plota pasi kuptohet synimi kryesor mbetet play-offi i Kupës së Botës. Te njëjtën Shqipëria udhëton në ndeshjen vendimtare në Andorë, ndërsa mesfushori nënvizoi se objektiv mbetet vetëm fitoria. Andorra është një skuadër jo e lehtë që mbrohet mjaft mirë, që nga dita e parë do të fokusohemi dhe të punojmë fort për të marrë vetëm fitore. Synimi është vetëm fitoria. Përpos Andorrës, Berisha premtoi se do të japin më shumë se 100% edhe në përballjen e fundit me Anglinë në Air Albania. Me Anglinë kuptohet do të jetë mjaft vështirë. Anglia në secilën pozitë ka yje që luajnë në top ligat evropiane, do të japin mbi 100% në fushë, nënvizoi Berisha. 22 vjeçari ka komentuar dhe edicionin që po kalon te Lecce. Aktualisht ka zhvilluar 9 paraqitje në Serie A, 6 prej tyre si titular, kurse ka kontribuar me 2 gola dhe 1 asist. Ky sezon ka nisur mirë, jam i lumtur që kam arritur ta ndihmoj klubin me ato gola dhe asiste, por kuptohet është vetëm fillimi dhe më duhet të punoj dhe më shumë. Dua që të punoj sa më shumë, të qëndroj me këmbë në tokë dhe të vazhdoj me të njëjtën disiplinë për të arritur sa më lart. Kuptohet, shpresoj që të mos dëmtohem. Nuk e kemi nisur mirë edicionin faktikisht pasi pësuam disa humbje, por tani jemi këndellur. Synim mbetet qëndrimi së paku në mesin e tabelës dhe të vazhdojmë me këtë formë pozitive, shtoi ai. Lecce ka besim të plotë te Berisha dhe këtë e dëshmoi kur i dha shiritin e kapitenit në ndeshjen e Kupës së Italisë ndaj Milanit. Lojtari me prejardhje nga Kosova deklaroi se ishte një ndjenjë e veçantë, sidomos duke ditur faktin se San Siro gjithnjë është i mbushur me afro 80.000 tifozë. Të jem kapiten në San Siro, ku stadiumi ka rreth 80.000 tifozë tuajse në secilën ndeshje, është ndjenjë e veçantë. Faleminderit klubit që ma ka besuar shiritin e kapitenit, ndjenjë e veçantë që nuk përshkruhet me fjalë, përfundoi ai për Telegrafin.
Kujtojmë se Shqipëria të njëjtën përballet me Andorrën, kurse vetëm 3 ditë më vonë e pret kombëtarin e Anglisë mes Tiranës.